Komisioni i Reformës Territoriale ka thirrur zyrtarisht kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliajn për dëgjesën e qarkut që do të bëhet më datë 30 qershor. Bashkëkryetari i komisionit Arbian Mazniku tha se pasi dërgohet ftesa zyrtare, masa duhet i marrë bashkia për të siguruar praninë e kryetarit. Ne kemi caktuar një standard, nuk kemi dëgjuar nën kryetarët, edhe kur kanë qenë të deleguar me porosi. Ftesën ja çojmë institucionit dhe institucioni duhet të marrë masat përkatëse që të përfaqësohet nga personi që ka tagrin për të qenë kryetari zgjedhur i bashkisë. Kemi çuar kërkesën në mënyrë specifike, u shpreh Mazniku. Burimi nga komisioni bën me dije se kryetaria komanduar Noel Aristani ka refuzuar të marrë pjesë në dëgjesë me argumentin se nuk jam një zgjedhur. Në përgjigje komisioni ka thënë që ta lajmëroi bashkia kryetarin Veliaj për të marrë pjesë në dëgjesë. Ndërkohë mbetet për të caktuar vetëm vendi ku do të mbahet dëgjesa. Dëgjesa e qarkut Tiranë do të mbahet më datë 30. Jemi duke diskutuar akoma bashkë me bashkëkryetarin për vendin dhe orën, por ora do të besoj të jetë tipike 5 ose 6, po diskutojmë për një vend të përshtatshëm që të jetë mjaftueshëm i madh për një dëgjesë të këtij niveli dhe i përshtatshëm për të gjithë palët, shpjegoi Mazniku. Tirana si bashkia më e madhe dhe kryesore e Shqipërisë është një nga dëgjesat më me interes dhe më të rëndësishme. Mbetet për të parë nëse institucioneve do të garantojnë praninë e kryebashkiakut Veliaj, i cili ndodhet në paraburgim.